Qënë se ekipi ishte i ri, po kërkonte edhe vajzat të mira në sport, ne kemi huazuar portiere nga Shkodra, që unë e përshëndes, kemi huazuar një sulmuese me mbi emrin Elsa Kryemalli nga Elbasani, dhe mbi gjitha kemi marrë Alda Frokun. Unë u bëra prindi dytë për të, ka banu në familjen time, ka jetu në Rubik, ka bë vitin e 4 të shkollës mesme në Rubik. Për te asaj që, për te pyetjes, atëherë në Vlorë, në 100 vjetorin e Kupës së Pambarësisë, na vritet portierja, sepse ne nuk është se kishim portiere dhe lojtare. Aksidenti që ndodhin në futboll. Madje nuk u vra, po thyu kamën. Dhe në shpejtësi, trajneri dhe përgjithësi i ekipi që ishte Viktori dhe Kaçaqi, më thonë që Flora bo gati futu ti. Më thonë drejtën shtanga, isha mbi 45, ndoshta reflekset e mia, sepse kam luajt volejboll me ekipin e minatorit, kam qenë sportiste, ndrova bluzën me portieren, hyra në port, po port me porta. Dhe ndeshja shkon në?